burg, Albin Kurti, kur ma ketë s'ka jetur qytetari Kosovës. Në një vend normal, me aferën e Rozeta Hajdarit, Albin Kurti zhdasht me qenë në burg. O flitet, a besën që është flit që Albin Kurti ka me bot taksën, se dim si një pjesë e madhe diasporës kanë banesa, i kanë ka 2 banesa, edhe është flit një taksë, pak të në është flit, 200-300 euro për banesat e pa banume. Ta shëtatimin pronë, banesat e pa banume ka më ardha, e cilit se në Shqipni kanë fillu, me bon, kërë është në Kroaci, ka modele ndryshme. A besën që bën zoti Kurti vizuat të tilla, po kalkulën të vota? Nuk e dija, bën, a nuk e bën, është këndëm, dhe thotë se të taksat me qenë së mpyte. Ti shme qenë taksa vagur si Kosovës për me votu këtu, që ashtu me ndojnë, janë disa modele ki në për Evropë. Nuk në kupton ti me pagu vetëm taksën e pronës që e përmendë ti, po edhe tatimin të ardhma personale. Sepse për shembull ti kur smuash atje, ta kom thonë në emisionin e fundit të ti, a thirr doktorin atje në Frankfurt, doktorin QKK-s, a thirr doktorin e Frankfurtit. Kur të kallet shtëpia atje, a thirr zjarfiksin e Prishtinës, a thirr zjarfiksin e Frankfurtit. Pra e thjesht kjo çështë. Mirë, po këtu është një temë, kjo është një temë tjetër. Çka po do të thonë? Problemi është te kollapsi i racionalitetit veprues politik të opozitës. Pra, është kollaps i racionalitetit veprus. Me si model. Nuk ka reagim. Nuk bëhet me konferenca për shtyp, harroa. Nuk bëhet me konferenca për shtyp. Çuditësh i fiton 60-70%. Nëse vazhdojnë që shdo me konferenca për shtyp, nuk çuditësh nëse del 70%. Media vish në studio me dalë dhe vot, duhet mobilizim, duhet kapacitet mobilizuese. Kastrat. Kjo gjuhë, jam leta spjegoj këto. Kjo gjuhë e opozitës. Që kjo me konferenca për shtyp, PDK që du dje par dje. Kjo është një farë gjuhë proceduriale sterile, pro këta, ati shka bëjnë ta, këta e administrojnë lodhjen, e administrojnë gjumin e vetë, e administrojnë gjuhën, e but, Albini ati shka administrojnë? Administrojnë emocione, administrojnë turma, menagjën turma, aty ku dëhet pra. Prandaj këtë është dalimi. Prandaj vjena alternativa morali që ta shumë në maret. Prandaj me konferenca për shtyp, veç mundë me arru. Pavarësisht që s'ka, jo zhvillim, po ka degradim, kur ma ketë s'ka jetur qytetari Kosovës. Korrupcion po se po, fukarallak ekstrem po se po. Po thoni korrupcion. Zoti Kurti thas që nuk ka korrupcion në Davos. Zoti Kurti tha nuk kanë ministra thas me imazhinu. Në një vend normal, me aferën e Rozeta Hajdarit, Albin Kurti zhdasht me qenë në burg, deri tash. A mos është deklarat e ranë? Jo, sepse ne kemi po në për media që sinjalizusja ka të regu që ka qenë informum edhe Albin Kurti për masakrat që përdojnë me bo në për ministri aty. Të Liburni, Kneti Rozeta, e tjera. Dhe kjo nuk ka reagu. Pro kjo është shefi, ata në varë se ti kjo dosh me reagu, dhënë stop, nuk e leje që ta ferë. Dhe kjo është dosh me konë burg edhe pik në gjdo vend normal. Mirë po, ku ka qenë opozita? Që si ka mbush sheshet në atë ko. Me dalë me thonë, në burg, Albin Kurti, sepse milionat janë vjetë dhe ti s'ke reagu. Opozita ka dalë në konferencë për shtyp me 5 minuta, e dënojmë i ftojmë organet e drejtësisë, ta krymë punën e vetë, ditën e mirë, në Hotel Emerald, edhe përfundoj opozita. Opozita në Hotel Emerald për rinë? Po për shembull, tash kjo opozit bërje, pro që kjo është që thashun abdigim klasik, ikje klasike nga roli vetë që i takon i opozit bërjes. Pro nuk ka kundërpesh efektive ndaj pushtetit Albin Kurtit. Kastrat, deri që tash nuk ka asë një qëndrim të qartë për krejt partive. PPDK-s, PLDK-s, PA-kës, për kërkujna se përket situatës edhe votimit presidentit njerë dhe votimit qeverisë. Qka flet kjo heshtje? është heshtje strategjike Albin Kurtit. Unë po të veti për opozitin, jo për Albinin, po të veti për opozitin. Heshtje strategjike. Asnjë pozicion. Heshtje strategjike në raport me opozitën. Do të thotë i bie që Vjosës i tregoj qartë, i tha unë kaq vote kam, nuk i kam 80, me demek ka den urnoti, bëni vetë nëse mundësh. Tash është në LDK dhe PDK në AG, a dojnë me apo, as dojnë me apo ato votat. Unë po të thëmë që se cila parti nga këto të trijat, që ja bën një vot Vjosa Osmanit, do thotë ky masani pritë 70%. E jo 50%. Edhe njerë vëthu se cila parti opozitare shërë një vot, 70%. Jo që rrinë në salë për Vjosa Osmanin, e cila ka qenë skandaloze në ushtrimin e saj si prezidente këto 5 vite, atër është barazimini debakel edhe shurje të partive. Shurje, deri të shurje. A ditë që rinë në salë ata për Vjosa Osmanin, vjen deri të shurja partive tyre. Deri të shurja, sepse historia evropiane neve na tregon që parti, sikur këto, që mbyllen, që heshtin, që përbihen, që nuk reagojnë,
që nuk bojnë kundërpeshë efektive opozitare ndaj pushtetit, 1, 2, 3, 4, 5 vite, vinë duke u të kurrë dhe në fund do të njavnu qelsin. E në rastin e PDK-s, për shembull, ka njavnu qelsin përveç nëse kthehet Hashim Thaçi. Nëse kthehet Hashim Thaçi, është diçka tjetër. Po kthehemi te votat. Zoti Abdiziku tha kush i don 15 votat, duhet marrë vesh. Te LDK s'kem çfarë flasim, besoj se LDK është komplet e çmentuar, është si vjetor për shembull këtij. Sa i është çmentuar, flasim për partinë që ka partij, LDK-ja ka hongër kryt 4 liderëve deri tash. LDK është parti ndryshe funksionon. Ku e thasëm keq kuptove, e çmontoi, e deklasoi. Po. Leadership. Tha, kush i don 15 vota do marrë vesh. Zoti Hamza më njëherë pas zgjedhjeve tha për president duhet marrë vesh. Ashtu ky mesazh i qartë për zotin Kurti që në gatshëm për një koalicion, ja edhe si e shef zotin Kurti si mandatari, kryesori i qeverisë, që nuk i ka thirrur me fol për çështën e presidentit, ja ka zgjidhur Vjosa Osmanit. Apo lund zoti Kurti edhe me opozitën një herë edhe po distancohet nga Vjosa Osmani. Absolutisht po, me të dytë. Që kjo është heshtje strategjike, prandaj unë quaj heshtje strategjike. As nuk është prononcuar për bordën e paqes Albin Kurti. As për asnjë sen, ka filluar me ushtru fitness, aumton. U relaksu, rezultatin e ka në xhep, qeverinë e bën kur të donë, tash topin e kanë këto partitë opozitare edhe Vjosa Osmani. Apo do mi bo vota aty vetë. Unë mendoj që një president konsensual ekziston dhe mund ta gjesh, edhe nëse kish me qenë politikan normal. Kush është ky president konsensual? Jo, nuk e thash me ty mendu për dikë, po flas që mund të më gjetë. Nëse kish pas vërtet konstruktivitet nga ana Albin Kurti, po me qenë se kemi bëjmë një politikan që nuk është normal, atër besoj që ka me qenë problem. Heshtja e Davos, deklarata e tina mos marrja përgjithësi si dikur që ka fitu zgjedhjet për Vjosa Osmanin. Po do me djegë edhe Vjosën, edhe ashe zoti Kurti nëse këta nuk janë metote, ka mujtë 60%. Ky me këto pozitis që janë, është konkurencia ose kundërshtari kryesor. E real Vjosa Osmanin e masas, po flas për psikologjin e masave, edhe apo do me djegë edhe Vjosën zoti Kurti.